Mirëmbrëma më të nderuar shikues, ja ku jemi përsëri në podcastin Okult. Do të bëjmë një emision në fakt me 2 pjesë që quhet ofensiva e fundit e Trump. Bëhet fjalë për ofensivën gjatë mandatit të dytë, çfarë ka realizuar, çfarë ka sjell dhe si përfytyrohet dhe shikohet presidenti Trump nga njerëz të ndryshëm. Sigurisht ka njerëz që dyshojnë që presidenti Trump është pjesë e establishmentit botëror dhe i shërben qëllimit ordo ab chaos, pra të shkaktohet kaos dhe pastaj të vendoset rendiri botëror që dëshirojnë globalistët dhe ka të tjerë që mendojnë që presidenti Trump me të vërtet është një kundërshtar i deep state-it dhe i qeverisë botërore dhe i rendit botëror të proklamuar kundër lirive dhe drejtave themelore të njeriut nga World Economic Forum ose Forumi Ekonomik Botëror i Davosit, që është ajo që i parathot se çfarë kanë ndërmend të bëjnë globalistët me udhëheqësit e tyre të kapur në shumicën absolute të vendeve të botës, duke shpallur atë teoremën e tyre ju do të jetoni pa prona, por do të jetoni të lumtur. Në qoftë se Trumpin do ta shikonim nga ky këndvështrim, atëherë ne do të bënim këtë analizën e sotme, pra që Trumpi po ju kundërvihet globalistëve dhe kërkon të krijojë një rend botëror me një duke u fokusuar dhe duke i kushtuar rëndësi shumë të madhe lirisë dhe drejtave të njerëzit, pa shkelur liritë dhe drejtat e njerëzit, dhe duke goditur agendat botërore të globalistëve dhe të deep state-it botëror. Para se të fillojmë trajtimin e pjesës së parë të këtij emisioni, pra ofensiva e fundit e Trumpit, dëshiroj të kujtoj të bëni subscribe kanalit ton. Unë jam këtu Alfred Sako dhe podcasti dhe emisioni këtij podcasti quhet është Okult Aktualitet. Njëkohësisht dua t'ju kujtoj që ne kemi numër telefoni ku mund të na shkruani në WhatsApp për çdo gjë të arsyeshme dhe kush dëshiron për marketing të bashkëpunojmë me ne mund të na shkruaj përsëri në WhatsApp në ky numër që del këtu ke ekranit ton. Falenderojmë njëkohësisht edhe sponsorat e emisionit ton, të cilët ndihmojnë në përgatitjen e këtij emisioneve të këtij podcasti, të cilët do të dalin vazhdimisht në krah dhe kush dëshiron të marrë mallrat apo shërbimet e tyre, mjafton të futet emrin në YouTube dhe të krijojë të gjejë aty pikat e kontaktit. Mirë, fillojmë me temën që sapo ja u thash, ofensiva e fundit e Trumpit. Duket sikur ka një prelud të luftës midis skuadrës së presidentit Trump dhe establishmentit botëror të qytetit të Londrës, i cili ka përgatitur gjithë deep state-in botëror. Sipas atyre që besojnë se Trumpi është vërtet një antiglobalist, dhe unë po e shikoj në këtë këmbështrim, duket se Trumpi po orkestron fazën përfundimtare të një kundërkryengritje të organizuar prej disa dekadash nga një grup i madh intelektualësh të cilët luftojnë për të mbrojtur lirinë e njerëzimit dhe kundër agendave të globalistëve, kanë krijuar një rrjet fuqie transnacional të cilët luftojnë fuqinë tjetër transnacionale të pasgjedhur dhe të organizuar nga asetet e inteligjencës me në krye MI6 në Britani, nga interesat financiare të bankierëve botëror dhe nga shumë institucione të kapura. Për herë të parë, Perëndimi nuk po lufton me njëri tjetrin, pra Trumpi nga një anë dhe Londra nga ana tjetër, me gjithë establishmentin e saj të ngritur për 200-300 vjet në botë, duket se nuk po luftojnë as me plumba, as me bomba, por
me të paktën nga anë e Trumpit, po luftohet me paqe, me tarifa, me sulme ligjore, me bisturi, të organizuara me bisturi, dhe me një vazhdimësi të palëkundur të kuadrit qeveritar që ai ka ngritur dhe që tashmë është në lëvizje, po iqen të vjetrit dhe po vinë të rinjt. Ky lloj qëndrimi mund të mos jetë një hamendje jonë, pra mund të jetë i vërtet, të paktën po flasim kështu siç duket. Ne po përpiqemi ta dokumentojmë këtë këndvështrim të mbështetur në të dhëna dhe ky qëndrim i Trumpit në fakt po zhvillohet në sy të publikut. Ka një narrativë nga aktorët e trashëguar të Deep State-it, të cilët mbrojnë interesat globaliste që e portretizojnë Trumpin si kaotik, të izoluar, të çrregullt. Por në fakt, nëse bëjmë një shqyrtim më të afërt, zbulohet diçka më shumë metodike nga ana e tij. Ne po shohim se ka një rënje në establishmentin drejtues të Washingtonit dhe kjo nuk është një rastësi, po është rënja e gardës së vjetër në mënyrë të qëllimshme, pra jo aksidentalisht. Do të shohim në këto dy emisione se si planet e paqes të Trumpit për vitin 2025, marrëveshjet tarifore apo urdhrat ekzekutiv dhe rrëzimet ligjore të mbështetura çuditërisht nga gjykata në një mënyrë masive, formojnë një kuadër të plot strategjik që konvergon drejt një qëllimi të vetëm, një rivendosje globale të nxitur jo nga teknokratët apo bankerët, atë që u përmenda dhe më parë, por nga sovraniteti, ligji dhe rizgjimi i vetëdijes publike. Kjo histori do të duke pa plotë në qoftë se nuk do të merrnim parasysh gjithë kompleksitetin e kësaj betejë titanësh. Këtu, në materialet që unë kam përzgjedhur, kam sjellur edhe shumë citate të presidentit Trump, të dhëna nga administrata e tij, por dhe nga udhëheqësit global, si dhe kemi sjellë dhe kundër argumente të dhëna ekonomike të ndryshme. Shpesh ky emision do të ketë edhe çështje të vështira ekonomike, por që shumë njerëz me një logjik të thjeshtë ekonomike që e kuptojnë, mund të marrin vesh thelbin e asaj që jemi duke folur. Këtu kemi dhe kritika të ndryshme për të drejtat e njerëzit, si dhe disa ekstrakte nga analizat gjeopolitike që autor dhe aktor të ndryshëm kanë dhënë për opinionin publik. Qëllimi këtu nuk është të lavdërohet presidenti Trump, por as të shpifet kundër tij, por të përpiqemi të ekspozojmë ose të shpallim ose të nxjerrim shkallën e vërtet të asaj që ne shohim se është duke ndodhur dhe me rëndësishmja t'i paraprim asaj që ne mendojmë se është duke ardhur. Sigurisht, këto ditë një ngjarje e rëndësishme që ka ndodhur është zgjerimi i luftës në lindjen e mesme nga ana e Izraelit kundër Iranit, por ky material është përgatitur para se të ndodhte kjo luftë, të paktën një javë përpara, dhe ne nuk do ta përmendim se çfarë po ndodh me këtë luftë në historinë e marrëdhënieve gjeopolitike të presidentit Trump. Megjithatë, ne mendojmë se Izraeli dhe Benjamin Netanyahu kanë nxjerrë shpatën nga milli pa lejen e Trumpit, ose në qoftë se ka marrë këtë lejë, ai edhe mund të jetë mashtruar dhe duket se administrata e Trumpit është duke e lënë të vetëm Izraelin përballë shumë armiqësive të mëdha në rajon. Dhe duket se vetëm Deep State dhe Kabala është duke
i dalë realisht në krah, sidomos Anglia dhe Franca, të cilat duan që fëmia e tyre problematik Izraeli t'ja hedhë dhe këtë rast duke realizuar planet e vetme që ajo synon planin e madh për krijimin e Izraelit të madh dhe shkatrimin e lindjes së mesme dhe dëbimin e popujve të ndryshëm, ashtu siç mendon për gazianët, për të bërë një rivjerë, ashtu përpiqet të dëbojë dhe popujt e tjerë në një masë të madhe dhe të mbajë aq sa i nevojiten për teritoret e mëdha dhe për industritë që ajo mendon të krijojë si punëtor krau. Të shohim nëse Izraeli do ta realizojë këtë apo do të ngelet si peshku pa ujë dhe do të likuidohet si shtet. Koha do ta tregojë se çfarë do të ndodhë, por këtë luftë unë personalisht kisha mbi një vit që e theksoja që ky ishte pikësynimi i madh i Izraelit për të shkatëruar Iranin, fuqinë, një nga dy fuqitë më të mëdha që i qëndrojnë përballë, ose tre fuqitë më të mëdha që i qëndrojnë përballë, siç është Irani, Turqia dhe Arabia Saudite. Në qoftë se Irani shkatërrohet, atëherë nuk e dim se kush do ta ketë radhën nga këto dy të tjera. Por të vazhdojmë për atë që ka ndodhur deri para luftës Iran-Izrael, ose Izrael-Iran. Do të flasim pak për riorganizimin global dhe këndvështrimin e Trumpit për paqen si një armë përfundimtare për zhvillim. Në qarqet kryesore të mediave perëndimore, politika e jashtme e Trumpit shpeshherë është tallur dhe është shpërfillur nga globalistët si izolacioniste, naive e paparashikueshme. Por në sipërfaqen e titujve diplomatik të vitit 2025 fshihet një strategji e habitshme dhe e qëllimshme. Trump po përdor paqen dhe jo luftën si shpatën e tij. Dhe vizioni i tij për paqen nuk është thjesht simbolik. Ai është strukturor, i ndërthurur ekonomikisht dhe i projektuar për të lënë makinën e luftës pa ushqim. Në zemër të kësaj lëvizje për paqen janë tre lëvizje të mëdha. Është plani i tij i paqes për Ukrainën, që nuk mund të themi se ka dështuar. Ishin misionet e tij të rikuperimit të pengjeve nga regjimet e Hamasit, siç përpiqet t'i quaj perëndimi, narrativa ose gjuha që përdor, dhe fjalimi i tij pa shembull mbi vizionin e ardhshëm të lindjes së mesme që u mbajt në Riyadh më 13 maj të vitit 2025 gjatë vizitës në Arabinë Saudite. Ti marrim të treja me radhë. Plani i paqes për Ukrainën është plani i paqes që në fakt tronditi Deep State-in dhe pjesën tjetër të perëndimit, kryesisht Evropën. Në prill të vitit 2025 ne dim që Trump propozoi në eshtje një kornizë paqe në Londër që shkaktoi një tronditje të thellë në NATO. Plani, po ta themi me pak fjalë, ishte që Ukraina të pranonte kontrollin e vazhdueshëm të Krimes dhe territoreve të pushtuara nga Rusia në Ukrainë në këmbim të një armëpushimi të plot, tërheqjes së milicive dhe rivendosjes së rrugëve tregtare të gazit dhe drithrave përmes korridoreve lindore. Sigurisht që shumë kritik të Deep State-it shpërthyen menjëherë. Ja çfarë theshte për shembull gazeta New York Times, që paralajmëronte se plani do të shpërblente agresionin rus dhe do ta thyente përfundimisht solidaritetin evropian. Ajo e quante propozimin e Trumpit si një dorëzim të mbështjellë me një shtrëngim duash. Dy aleat si Viktor Orban i Hungarisë, por edhe rival të Trumpit si
Luiz Inácio Lula da Silva i Brazilit e vlerësuan në maksimum përpjekjen e tij. Po kështu bëri në mënyrë të eshtur edhe Gjermania, e cila ishte e pavendosur, pasi dihet që varësia e saj nga importet e energjisë të Rusisë e bën që t'i dukesh si një ofertë të rejse. Natyra kontraverse e këtij plani qëndron pikërisht në fuqinë e tij. Ai detyron fundin e gjakderdhjes duke thyer ngerçet përmes riangazhimit ekonomik dhe jo përshkallëzimit të aktivizimit në një luftë të gjerë të NATO-s me Rusinë. Deklarata e Trump gjatë një fjalimit të tij të parë ishte: ne do të lëvizim me qëllim dhe shpejtësi për të sjellë përsëri shpresën, prosperitetin, sigurinë dhe paqen për qytetarët e çdo race, feje, ngjyre dhe besimi. Të flasim për pikën e dytë të fortë të Trumpit, që ai tregoi sapo erdhi në pushtet, lirimi i pengjeve të Hamasit, i pengjeve izraelit ose izraelito-amerikan, diplomaci e qetë me rezultate të zhurmshme, mund ta përcaktonim. Ndërsa media ishte përqendruar te paditë dhe tubimet, ekipi i Trumpit ishte duke orkestruar lirimin e 11 pengjeve amerikane në 3 mujorin e parë të vitit 2025, ajo që nuk ishte realizuar me një luftë të gjatë midis Izraelit dhe gazianëve. Sipas një njoftimi të Shtëpisë së Bardhë që ne kemi përzgjedhur 4 marsit 2025, 6 pengje u kthyen nga Venezuela, 2 nga Afganistani, 1 nga robëria ruse në Kaukaz dhe gjithashtu u liruan dhe 2 pengje amerikan pas negociatave të fshehta me Hamasin. Sigurisht këto u realizuan pas ulme ajrore, pa kërcënim publik, por pas një lëshim. Trump në vend të këtyre, pra të sulmeve dhe bombave, përdori një përzierje të ndikimit tregtar, informacionit të mbikëqyrjes digjitale dhe ndërmjetësave shtetëror të palëve të treta që ai përdori nga shtetet mike si Katari dhe Turqia për të ushtruar presion mbi lirimet e tyre. Kjo diplomaci me veprim e Trumpit tregoi një ripozicionim global, sovranitet dhe forcë së Shtetet Bashkuara pa ndonjë agresion ushtarak ose kinetik. Le të flasim pak për vizitën e Trump në vendet e lindjes së mesme më 13 maj, 12, 13, 14 maj në vendet e Gjirit Persik, i cili çuditërisht nuk shkoi në Izrael, ku zakonisht bëhej vizita e parë, sidomos në lindjen e mesme e çdo presidenti amerikan. Pikërisht më 13 maj 2025, ju kujtohet që presidenti Trump mbajti një fjalim në Riyadh të Arabisë Saudite. Më shumë se sa një fjalim, ai ishte një plan për lindjen e mesme pas aktivitetit të deep state-it për një periudhë të gjatë në këto territore dhe në këta popull. Trump do të deklaronte: pas kaq shumë dekadash konflikti, më në fund është në dorën tonë të arrijmë të ardhmen për të cilën brezat para nesh vetëm mund të ndëronin. Një vend paqe, sigurie, armonie, mundësisht inovacioni dhe arritjesh, pikërisht këtu në vendin në territorin më të pabesueshëm, pra në lindjen e mesme. Fjalimi i ofroi dhe Iranit një rrugë të re, partneritet ekonomik dhe anulim të sanksioneve në këmbim të denuklearizimit dhe të rreqjes së ndikimit të Iranit nga Jemeni dhe Siria. Trump gjithashtu përshkroi planet për të ndihmuar Libanin që ai të rindërtoi infrastrukturën e tij shtetërore, për të mbështetur sektorin bankar të Jordanisë dhe për të ofruar Sirisë në kaos një rrugë drejt zgjedhjeve të monitoruara nga OKB-ja. Madje Trump takoi dhe Al-Shar, njeriun që është në krye të pushtetit politik në Sirinë e sotme. Për këtë
qëndrim të Trumpit edhe kritiket më të ashpër të tij në Foreign Affairs, pranuan se kjo do t'i detyronte shtetet e Gjirit të zgjidhnin tregtinë në vend të kaosit. Ideja ose poshti motorik i politikës së Trumpit është paqja si një motor i fuqishëm për prosperitet dhe jo lufta siç ka qenë deri më sot. Këto bazohen në një kuptim të thjeshtë të fjalës paqe. Paqja është më fitimprurse se lufta, pra është një aksion shumë e thjeshtë të cilën Trumpi përpiqet ta përdorë në politikën e tij të jashtme. Mbështetësit e politikave tarifore të presidentit Trump argumentojnë se ato kanë efekte pozitive në ekonominë e Shteteve të Bashkuara. Dihet që Trump ka ardhur në pushtet me një program shumë të qartë, të cilin e kishte ndërtuar qysh në mandatin e tij të parë, por doradorës ai është perfeksionuar dhe është bashkimi i rreth 300 OIP-ve të djatha, të cilat kanë formuar atë që quhet Heritage 2025 ose 2025, trashëgimia 2025, të cilët i kanë dhënë gjithë planin e lojës pasi Trumpi të vinte në pushtet, por edhe para se të vinte në pushtet, ata kanë ndërtuar një skem se si presidenti Trump do të fitonte kundër kundërshtarëve të tij demokratë. Në mars të vitit 2025, CEO-ja i Blackstone, Schwarzman, ndau një këndvështrim optimist mbi politikat tarifore të presidentit Trump gjatë një takimi, gjatë një eventi në Mumbai. Reuters e kishte situar atë që kishte thënë: tarifat e Trump mund të nxisin aktivitetin prodhues në Shtetet e Bashkuara, ekonominë më të madhe në botë. Gazeta Times of India ka përcjell një ndjenjë të ngjashme duke perifrazuar Schwarzmanin, i cili vuri në dukje se tarifat mund të nxisin rritjen dhe të rrisin kërkesën amerikane për konsum. Ai shpjegoi më tej: mendoj se kjo do të rezultojë me një rritje të konsiderueshme të aktivitetit prodhues në SBA, gjë që duhet të rrisë normat e rritjes së SBA-s. Nëse kjo ndodh duke pasur parasysh madhësinë e ekonomisë amerikane, ka të ngjarë t'i sjellë dobi gjithë pjesë tjetër të botës. Një SBA me rritje më të shpejtë mund të nxjisë konsum më të lartë, por ky është vetëm një nga skenarët e mundshëm. Dhe ai më tej, Gazeta Times of India reflekton një optimizëm të kujdesshëm në lidhje me efektet globale të një ekonomie të lulëzuar amerikane. Në mënyrë të ngjashme, administrata e presidentit Trump ponë se tarifat synojnë të sjellin praktika të drejta tregtare, të forcojnë sigurinë kombëtare dhe të krijojnë një rritje më të madhe ekonomike të Shteteve të Bashkuara. Shtëpia e Bardhë theksoi se këto masa do të rritin avantazhin konkurrues të industrive amerikane dhe do ta mbrojnë sovranitetin tonë. Pavarësisht kritikave, këto perspektiva nënvizojnë një besim të madh në përfitimet ekonomike afatgjata të prej politikave tarifore të shpallura nga presidenti Trump. Në rajone si Evropa lindore, ku sigurisht përfshihet dhe Ballkani dhe lindja e mesme, paqja hap korridore për tregti. Armëpushimi Ukrainës gjithashtu do të riapte tregtinë e mallrave bujqësore dhe të energjisë. Plani i Riyadit nga ana tjetër i shpallur nga presidenti Trump do të rishte një kapital të madh investimi dhe do të duhet të zvogëlonte shpenzimet e mbrojtjes, sepse kur hyn paqja, mbrojtja dhe lufta largohen. Kjo në fakt nuk është një teori, është një model i dividendeve që sjell paqja, e mbështetur me një kapital të fortë financiar. Sigurisht, për këtë teori të Trumpit, pra për prosperitet nëpërmjet paqes, ka patur sigurisht kritika
edhe kritika të balancuara përveç kritikave të kundërshtarëve të tij të deep state-it, kundër interesave të cilëve shkon paqja. Në fakt, nga këto politikat të Trumpit ka pasur dhe njerëz asnjanës të cilët nuk kanë qenë mbështetës ndaj politikave të tij. Ka pasur dhe grupe të drejtave të njerëzit si Amnesty International dhe Human Rights Watch që kritikuan planin e Ukrainës për legjitimimin e pushtimit të rus, dhe këta paralajmëruan se ai mund të krijonte një precedent të rrezikshëm për zhvendosjet e kufive me forcë në të ardhmen dhe në territore të tjera ku ka konflikte pafund. Disa ekonomistë, siç ishin ata të Qendrës për Progresin Amerikan, paralajmëruan se tarifat e Trumpit mund të dëmtojnë zinxhirët e furnizimit të mallrave dhe të përshkallëzojnë inflacionin nëse ato nuk përputhen me rritjen e prodhimit vendas. Por ajo që e bën të ndryshme qasjen politike dhe ekonomike dhe gjeopolitike të Trump ndaj politikave tradicionale të jashtme amerikane, është se kjo politike Trumpit pranon se lufta e përjetshme është e keqe për njerëzit dhe paqja është e mirë për ta dhe për biznesin e tyre. Të flasim një çikë për luftën ekonomike, për tarifat, për levën tregtare dhe përshtatjen e investimeve globale. Strategjia e paqes e Trump për vitin 2025 është e ndërthurur thellësisht me vizionin e saj ekonomik, duke përdorur politikën tregtare si një mjet strategjik për realizimin e zhvillimit dhe të paqes. Përtej proteksionizmit të thjesht, plani Trumpit, që përqendrohet te tarifat tregtare, synon t'i rindërtoj në fakt zinxhirët global të furnizimit, të ankoroj kapitalin ndërkombëtar brenda kombeve sovrane dhe të ushtroj presion financiar për të inkurajuar si të kundërshtarët, ashtu dhe të aleatët e vet që të përqafojnë në paqen përmes tregtisë. Duke folur në forumin e investimeve, Arabi Saudite SBA, që e përmenda dhe më përpara, më 13 maj 2025, Trumpi e artikuloi këtë vizion duke deklaruar fare thjesht: ne do të eksportojmë tregti, jo kaos, teknologji, jo terrorizëm. Do të eksportojmë paqe, jo luftë. Një fjali madhështore dhe shumë e bukur, por dhe shumë e vështirë për të realizuar përballë kabalës. Kjo fjali pasqyron qëllimin e tij më të gjerë për të nxitur stabilitetin, duke i dhënë përparësi vetëmbështetjes ekonomike dhe tregtisë paqësore kundër varësive të nxitura nga konflikti. Kjo politikë e re e Trumpit në fakt shënon një largim nga modeli vjetër neoliberal, kozmopolit, ku konflikti ndërkombëtar shpesh mbulohej me ndërvarësi komplekse tregtare. Trumpi e ka përmbysur skenarin së pari sovranitet ekonomik, pastaj paqja dhe në fund forca. Të flasim pak për doktrinën e tarifave 2025 që të gjithë e dim që Trumpi i shpalli dhe tronditi gjithë drejtuesit e mëdhenj të shteteve të botës, por dhe të shteteve të vogla. Kjo synon forcimin e levës ekonomike të SBA-s. Dihet që më 17 prill 2025 administrata e Trumpit prezantoi doktrinën e saj të tarifave reciproke tregtare, duke riformsuar politikën tregtare të SBA-s me një tarif universale prej 10% mbi 4.1 trilion dollar të importeve globale dhe një tarif prej 60% mbi 400 miliard dollar në mallra kineze, duke synuar produktet e teknologjisë së lartë të konsumit për të luftuar spionazhin, trafikimin e fentanilit dhe vjedhjen e rëndomt
që ishte bërë zakon të pronës intelektuale nga Shtetet e Bashkuara në shtetet tjera kundërshtare ose rivale të saj. Aleatët strategjik si Polonia, India, Hungaria, Salvadori siguruan përjashtime nga tarifat përmes marrëveshjeve të reja tregtare të përafruara me interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një analizë e koalicionit për një Amerikë të begat vlerësoi se këto tarifa mund të gjeneronin $500 miliardë në vit, duke nxitur prodhimin vendas veçanërisht në fushat e investimit në çelik dhe në prodhim në fushat të ndryshme të prodhimit. Kina në fakt u përgjigj duke paraqitur ankesa në Organizatën Botërore të Tregtisë në mars 2025 dhe i denoncoi tarifat si proteksioniste, sipas Reuterit, ndërsa sektorët amerikan të çelikut dhe bujqësisë e vlerësuan politikën e Trumpit si një nxitje për industrinë e tyre, sipas Institutit Amerikan të Ekurit dhe të Çelikut. Kina pati tarifat e saj akmarrëse për sojën, mishin e derit dhe mallrat e teknologjisë së lartë amerikane, të cilat në fakt i përshkallëzuan tensionet midis dy vendeve, siç raporton dhe Wall Street Journal në prill 2025. Pati negociata intensive dhe në maj të vitit 2025 u shfaq një marrëveshje paraprake tregtare SBA-Kinë, ku sipas një njoftimi për shtyp të Shtëpisë së Bardhë ishin ulur disa tarifa dhe ishin specifikuar disa qëndrime të ashpra kundër vjedhjes së pronës intelektuale, ku Shtetet e Bashkuara kishin 600 miliardë humbje vjetore për firmat amerikane, siç deklaroi një përfaqësues i lartë i tregtisë së Shteteve të Bashkuara. Kjo marrëveshje Shtetet e Bashkuara Kinë lehtësoi kostot e konsumatorit dhe, siç e tham, The Wall Street Journal parashikonte $1.200 kursime vjetore për çdo familje amerikane nga kjo politikë e Trumpit, por që kishte një rritje prej $3.800 për familje sipas Yale Budget Lab, për shkak të çmimeve të aparateve elektronike dhe të veshjeve të lira kineze, të cilave do t'u rriteshe çmimi për shkak të tarifave që do të vendoste presidenti Trump. Gjithashtu u ulën kostot e prodhimit për industritë automobilistike dhe të shitjeve me pakicë dhe u forcua mbrojtja e pronësisë intelektuale nga, parashikohen këto që të ndodhin, duke përfituar sidomos sektorët e teknologjisë dhe të farmaceutikës së Shteteve të Bashkuara. Marrëveshja në fakt përputhej me vizionin e presidentit Trump, siç e kishte deklaruar ai në shkurt të vitit 2025 më 7 shkurt, në lidhje me investimin prej $1 trilion që do të bënte Japonia në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe Trumpi, sigurisht duke pasur këto avantazhe, i do të sillte politika e re e tij me tarifat tregtare, deklaroi kjo është një ditë e madhe për punëtorët dhe prodhuesit amerikanë. Ekonomistët në fakt mbetën të ndarë në mendime mbi atë nëse do të kishte ndikim afatgjat apo jo politika tarifore e Shteteve të Bashkuara. Ka një model buxheti që ekonomistët e dinë që quhet Penn Wharton, që parashikon një ulje të produktit të brendshëm bruto prej 6 deri në 8% për shkak të çmimeve më të larta. Kurse mbështetësit e politikave të presidentit Trump mendojnë se do të hapen më shumë se 12.000 vende të reja pune vetëm në sektorin e çelikut në vitet 2025-2026 dhe do të ketë një rritje
të konsiderueshme të fuqisë industriale dhe kontributin e saj në ekonominë dhe në GDP-n e Shtetet e Bashkuara. Suksesi i marrëveshjeve tregtare që po realizon Trump do të varet nga serioziteti, zbatimi i qëndrueshëm dhe kjo rrit konkurrueshmërinë e SBA-s dhe shton perspektivat e dobishme për punëtorët, për frontet të reja pune dhe për pagesa më të larta, pra që përkthehet në një rritje të mirëqenies ekonomike të popullit amerikan. Do të flasim një çik për përdorimin e kapitalit global përmes partneritetit strategjik, siç e ka vendosur në planin e vet objektivin presidentit Trump dhe Shtëpia e Bardhë. Pas vendosjes së tarifave në pranverë të vitit 2025, para pak muajsh nga ana e presidentit Trump, u zhvillua një fushat delikate. Për afrimi investimeve tuaja brenda Shteteve të Bashkuara me interesat e SBA-s për të forcuar stabilitetin ekonomik dhe gjeopolitik botëror. Trump i priti udhëheqësit e huaj kryesor në Mar-a-Lago, në atë vilën e vet në Florida, duke ju propozuar atyre partneritete elastike që i japin përparësi interesave dhe prosperitetit të përbashkët midis vendeve me të cilat ai bisedonte. Japonia, siç e përmenda më lart, më sipër, premtoi se do të investonte $1 trilion për prodhimin, energjinë dhe infrastrukturën amerikane, sipas deklaratave që ka bërë agjencia Reuters. India ka përparuar gjithashtu një marrëveshje tregtare gjatë vitit 2025 me firma si Tata, të cilat zgjerojnë prodhimin e gjysmë përçuesve indian në Shtetet e Bashkuara, siç raporton The Times of India. Brazili u zotua të drejtojë më shumë eksporte soje dhe bujqësore përmes porteve amerikane, sipas një kuadri dypalësh të firmosur gjatë vitit 2025, duke u përpjekur të zvogëlojë varësinë e saj nga Kina, sipas deklaratave të Bloomberg. Kjo marrëveshje e Brazilit e ridrejtoi kapitalin drejt Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të saj, duke krijuar një rrjet tregtar të rrënjosur në bashkëpunimin strategjik dhe qëndrueshmërinë, jo vetëm bazuar në efikasitetin e kostos. Do të flasim një çik për objektivin e politikave të Trump mbi rritjen e sovranitetit të brendshëm përmes ringjallërimit ekonomik. Tarifat e Trumpit në fakt u shoqëruan me politika të brendshme për të rikthyer industrinë e munguar, pra për të vendosur edhe hardware-t, jo vetëm software-t, jo vetëm truri, por edhe industria për të punësuar njerëz në Shtetet e Bashkuara, që politikat neoliberale i kishin zhvendosur software-t, po t'i quajmë kështu në mënyrë alegorike, i kishin zhvendosur në vendet të botës së dytë. Trumpi kërkon të forcojë klasën e mesme dhe të sigurojë fuqinë e sektorëve kritik. Iniciativat kryesore përfshin zonat e parat prodhimit të Amerikës, siç quhen në projektin Trump, që ofrojnë stimuj tatimor në qytete të ndryshme për shpejtimin e lejeve për minierat dhe mineralet e ralla, si në Nevada dhe Idaho, dhe zgjerimin e frackingut në tokat federale për të rindërtuar rezervat e naftës dhe të gazit. Dihet që Trump
nuk I shikon me simpati planet e kabales për të ngritur industrinë e transporteve bazuar ke makinat me bateri. Trump tha që Trump nuk pranon as politikat dhe agendat jeshile të globalizve për të cilat unë kam folur në disa emisione më përpara, dhe ai riktheu traditat e vjetra të prodhimit të energjisë atomike, të prodhimit të energjisë nëpërmjet termocentraleve me qymyr dhe përdorimin e mjeteve të transportit me naftë dhe gaz. Shoqata kombëtare e prodhuesve të Shtetet Bashkuara ka raportuar një rritje prej 8.2% të investimeve në prodhim në Shtetet Bashkuara gjatë tremujorit të parë të vitit 2025 për shkak të këtyre politikave optimiste që solli presidenti Trump, me Teksasin dhe Ohio sidomos që shënuan rritjen më të fortë të vendeve të punës gjatë dekadës së fundit. Trump I cilësoi këto përpjekje si forcim të bërthamës ekonomike të Amerikës dhe deklaroi në mars të vitit 2025 gjatë një tubimi: ne po I sjellim punët tona në shtëpinë tonë për ta bërë Amerikën përsëri të fortë, ashtu siç ka pasur dhe logon e parullave gjatë fushatës me atë që quhet MAGA, Make America Great Again. Kritikët e Trumpit sigurisht kanë ngritur alarme të ndryshme dhe ne jemi detyruar t'i deklarojmë dhe ato gjatë këtyre emisioneve për të qenë të drejtë dhe të panshëm. Shumë kritikë të Trumpit paralajmëruan se tarifat dhe politikat e tij tarifore tregtare mund të shkaktojnë pasoja të rënda ekonomike botërore. Në një memo në mars të vitit 2025, Qendra për Progres Amerikan paralajmëroi se politika universale e tarifave kërcënon zinxhirët global të furnizimit dhe mund të rrisë çmimet e konsumit në tremujorin e 3 dhe të 4 të vitit 2025. Shumë analistë vunën në pikpyetje drejtësinë e përjashtimeve nga tarifa për aleat të ndryshëm të Shteteve të Bashkuara si India dhe Polonia, duke sugjeruar motive politike mbrapa politikave, standarde dhe të drejta tregtare që duhet zhvillojë një vend. Gjë që duket e parësyeshme se sigurisht çdo vend politikat tregtare ka të motivuara dhe politikisht. Tensionet e shtuara me Kinën, të shënuara me sulme të ndryshme kibernetike dhe rritja e aktivitetit ushtarak kinez pranë Tajvanit, kanë nxitur frikën e përshkallëzimit, sipas The Wall Street Journal, I cila e ka vënë në qendër të vëmendjes gjatë asaj kohe këtë rrezik të rritjes së konfliktit midis Kinës dhe Shtetet Bashkuara lidhur me Tajvanin. Por pavarësisht zërave kritik, presidenti Trump mbeti I vendosur duke pohuar në një takim më 13 maj 2025, siç e kam përmendur, këtu në Arabinë Saudite, Shtetet Bashkuara, në forumin e investimeve, ai ka thënë: ne po luftojmë për të ardhmen e Amerikës nëpërmjet tregtisë dhe paqes dhe me këto dy armë ne do të fitojmë. Por çfarë lidhje shikon Trumpi ndërmjet paqes dhe prosperitetit? Ekziston në fakt një lidhje strategjike midis këtyre manovrave ekonomike dhe iniciativave të paqes të Trump, kur rrugët tregtare, zinxhirët e furnizimit dhe flukset e kapitalit janë të lidhura së bashku me dhe të drejtuara nga diplomacia, kombet do të humbisnin shumë më tepër në qoftë se do të zgjidhnin rrugën e luftës për të realizuar aspiratat e tyre. Kjo ide është një kthes moderne e asaj që quhet dividend maksimal prej paqes, që synon si shtrirjen e Trumpit ndaj aleatëve, ashtu dhe ndaj ish kundërshtarëve të tij. Logjika në fakt është e thjeshtë.
kur paqja të shpërblen më mirë se konflikti, edhe luftën nxitësit fillojnë të pyesin veten pse luftë dhe o paqe. Po, kush ishte prerja e kokës së Deep State-it? Kanë qenë urdhrat ekzekutiv të presidentit Trump dhe rikthimi i kontrollit nëpërmjet Departamentit të Drejtësisë. Ndërsa diplomacia dhe tregtia dominonin gjatë shpalljes së politikave tregtare tarifore të presidentit Trump, dominonin titujt kryesor të lajmeve në të gjitha agjensitë prestigjioze të botës, fushbeteja ligjore ka mbetur fronti më delikat dhe më i rrezikshëm, por dhe më vendimtari, të cilin e shfrytëzoi me një kundërsulm presidenti Trump. Në sipërfaqe, ai ka bërë një ekzekutim dhe një çmontim të saktë të mbrojtjeve institucionale që dikur izolonin aktorët e korruptuar brenda Kongresit të Shtetit Bashkuara, agjencive të inteligjencës dhe gjyqësorit. Në thelb të kësaj përpjekje për t'i çmontuar këto pjesë të Deep State-it, Trump ka vepruar me urdhra ekzekutiv nëpërmjet ristrukturimit të Departamentit të Drejtësisë dhe kompetencat e vazhdimësisë ligjore të bartura qysh nga mandati i parë e presidentit Trump. Po çfarë janë urdhrat ekzekutiv? Ato janë arkitektura ligjore e luftës së Trumpit. Ndryshe nga paraardhësit e tij, Trump ka përdorur urdhra ekzekutiv jo vetëm për të rregulluar politikat që ai synon, por edhe për të riorganizuar peizazhin ligjor në mënyra të tilla që do t'i bënin ballë edhe administratave marrëmiqësore ndaj presidentit të Shtetit Bashkuara. Urdhrat kryesorë ekzekutiv që ne kemi përzgjedhur, edhe do t'i theksojmë këtu, janë nuk e di një 4-5 që kam përzgjedhur unë, është urdhri 13-818 në dhjetor të 2017-s, EO 13-818. Bllokimi pronës së personave të përfshirë në shkelje të rënda të drejtave të njerëzit ose në korrupsion. Ky urdhër mundëson sekuestrimin e aseteve për çdo që lidhet me trafikun, pastrimin e parave ose krimet transnacionale. Ky ka qenë motori i eshtur pas hetimeve të vazhdueshme ndaj figurave si Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein dhe së fundmi Sean Diddy Combs, ose ajo që quhet P. Diddy, pa përmendur armën biologjike COVID-19. Urdhri ekzekutiv EO 13-848, i cili në fakt është lëshuar në mandatin e parë të presidentit Trump në shtator të vitit 2018, vendosja e sanksioneve në rast të ndërhyrjes së huaj në zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara. Ky urdhër është ende aktiv dhe siguroi bazën kushtetuese për inteligjencën ushtarake për të monitoruar aktivitetet zgjedhore të vitit 2024 edhe në kohën e administratës së Bidenit. Urdhri ekzekutiv në mars të 2020-s, EO 13-912, aktivizimi i gardës kombëtare sipas kodit amerikan 10-12-302, i cili ishte shkaktari ligjor për operacionet e vazhdimësisë së qeverisë dhe mbetet ende në fuqi ky urdhër ekzekutiv. Në janar 2025-s është një urdhër tjetër ekzekutiv i cili quhet EO 14-151, i lëshuar nga Trump për t'i dhënë fund programeve federale DEI, ose diversiteti, barazia dhe përfshirja, dhe për të ndaluar kushtëzimin ideologjik brenda qeverisë. Kritikët e quajtën këtë urdhër si një urdhër regresiv, por mbështetësit e pan atë si një bisturi ligjore që pret indoktrinimin burokratik të rrënjosur nga
ideologjia marksiste ose ekstremi i neoliberalve. Besoj që e dini çfarë është TEI. Është përcaktimi i disa vendeve me përqindje në zyrat niveleve të ndryshme të administratës amerikane, ku ju lieshin një përqindje e caktuar homoseksualve, njerëzve me ngjyrë dhe disa kategorive të tjera që përcaktohen në ligj. Kurse Trump tha që vendi punës duhet të mbahet mbi bazën e ligjeve nga çdo njeri që e meriton atë vend, pavarësisht nëse është heteroseksual, homoseksual, i zi, bardhi, kuq, i berdh, nuk ka përcaktime me kuota dhe me përqindje, por gjithkush e fiton vendin e punës mbi bazën e ligjeve dhe të rregullave. Sipas Shtëpisë së Bardhë, urdhri ekzekutiv 14151 i shkruar më 20 janar 2025 i shpërban mandatet e diversitetit, barazisë dhe përfshirjes në të gjitha departamentet federale, duke urdhëruar ndërprerjen e të gjitha programeve të tilla dhe duke shtyrë drejt trajtimit dhe ngritjes në detyrë për t'i dhënë përparësi, siç u theksova, meritës individuale. Ky urdhër thotë: praktikat federale të punësimit, duke përfshirë shqyrtimet federale të performancës punonjësve, duhet të shpërblejnë iniciativën, aftësitë, performancën dhe punën e palodhur individuale dhe nuk duhet të marrin në konsiderat në asnjë rretham faktorët, qëllimet, politikat, mandatet ose kërkesat e TEI ose DIA. Ky ndryshim ka nxitur veprime të tilla si Departamenti i Arsimit që i vendos punonjësit në pushim dhe rishikimi kontratave federale për të përjashtuar konsideratat mbi bazën e ligjit të DEI-t, megjithëse sfidat ligjore kanë bllokuar përkohësisht disa dispozita, pra ndërhyrja e gjykatave. Reklamimi i Departamentit të Drejtësisë i Pambondit. Pambondi, ju e njihni kush është prokuroria e përgjithshme e Shteteve të Bashkuara, e cila është në fakt e ministre e drejtësisë. Në mars të vitit 2025, prokuroria e përgjithshme Pambondi nisi një iniciativë të brendshme për të ristruktuar seksionin e integritetit publik, që ka akronimin PIN, të Departamentit të Drejtësisë, një zyrë e krijuar fillimisht pas skandalit Watergate për të mbikëqyrur hetimet për korrupsion midis ligjvënësve, por që ishte shndërruar në një pengesë mbrojtëse për klasën politike. Sipas planit të Bondit, prokurorët amerikanë tani mund të ngrenë padinë ndaj ligjvënësve federal pa miratimin paraprak nga PIN. Protokollet e mbrojtjes së sinjalizuesve të shkeljeve të ligjit në Departamentin e Drejtësisë u zgjeruan për të lejuar që aktakuzat e vulosura të vazhdojnë edhe nëse konsensusi i brendshëm bllokohet. Një grup pune i autorizuar nga COG u aktivizua dhe siguroi mbikëqyrje për të ndjekur rastet që përfshinin mashtrim zgjedhor, keqpërdorim të informacionit të klasifikuar dhe rishfet financiar. Bondi gjatë një seance në prill të vitit 2025 të këtij viti tha se diskrecioni që është dhënë avokatëve të departamentit nuk përfshin lirinë për të zvendësuar pikpamjet ose gjykimet personale politike me ato që mbizotërojnë nga qeveria. Agenda me gjerë e Bondit përfshinte shqyrtimin e dekreteve të pëlqimit dhe marrëveshjeve për pajtueshmëri me politikat e Trump, sipas saj. Në një memo të publikuar më 5 shkurt, kritikët e Pambondit si ish prokuroria Barbara McQuad paralajmëruan se grupi punës për armatosjen i Bondit mund të minojë besimin e publikut duke synuar armiqtë e tyre politik. Ndërkohë, nuk u raportuan padi specifike ndaj gjyqtarëve ose ligjvënësve dhe reformat e Bondit synonin të riorganizonin
operacionet e Departamentit të Drejtësisë me sipas vizionit të Trumpit për drejtësitë të pamshme. Unë mendoj që ta mbyllim këtu pjesën e parë të këtij emisioni të ofensivës së fundit ose të ofensivës së dytë të Trumpit dhe të vazhdojmë në një emision tjetër të radhës, ndoshta nesër, pjesën e dytë se si synon dhe po vazhdon politika e presidentit Trump, sidomos në fushën monetare, raporti dhe piksynimi i tij në lidhje me rezervën federale që është pika kyçe e tipsejtit. Para se ta mbyllim këtë emision, dua t'ju rikujtoj t'i bëni subscribe kanalit, është e thjesht, atje ku thot subscribe, vetëm një klik. Është pa lek, pa mundim, vetëm dora do ngrihet kështu dhe do bëhet një klik. Nga unë, Alfred Sako, natën e mirë dhe miropafshim.